Një 30 vjeçar është dorëzuar sot në polici i akuzuar për vrasjen e 2 fisht në Finikunda në fillim të tetorit, ku ekzekutuan pronari grek i kampingut dhe miku i tij shqiptar. Sipas protothema.gr, ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar, ndërsa ai akuzohet për bashkëpunim në krim. Ndërkohë, pak ditë më parë, nipi i pronarit 68 vjeçar të kampingut në Finikunda dhe një mik i tij biznesmen nga Athina u arrestuan pas urdhër arresteve në kuadër të hetimit për vrasjen e 2 fisht. Të dy akuzohen për nxitje të krimit. Autoritetet ishin në kërkim të 30 vjeçarit, i cili është miki i biznesmenit arrestuar, pasi dyshohet si i përfshirë në këtë ngjarje. Ky është arrestimi i 5, pasi përveç nipit dhe mikut të tij, janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë për krim. Nipi i viktimës në deklaratat e tij përsëriti se ishte vetëm një dëshmitar, duke mohuar çdo përfshirje. Ai pretendoi se donte që çështja të sqarohej dhe se kishte bashkëpunuar me autoritetet që nga fillimi, duke përmendur rastësinë atë që i atribuoi nga ana e tij biznesmeni nga Athina, mik i ngushtë i nipit dhe bashkmenaxheri i kampingut, po ashtu këmbguli në pafajësinë e tij, duke theksuar se ishte akuzuar padrejtësisht.